Pra, Ramanburg, Berishanburg është shpreh më shumë një sentiment të rinisë apo të atyre që protestojnë. Përmendëm më herët kërkesat e protestuesve. Protestat kanë ndryshuar, kanë evolu. Përkundrazi dhe janë shtu më shumë. Nuk është tash një kërkesë vetme. Njëra prej kërkesave është Edi Ramanburg, Sali Berishanburg, që është këgjë e çuditshme të marrë parasysh se Berisha këshir me marrë kredit në protestë, e përkro protestën pavarësisht kërkesave që i ka protesta. Që ata që kanë reaguar domethënë kundër kësaj është se çka nëse do të përfundojnë në burg, shpollën zgjedhjet që është brenda 45 ditëve, cila është alternativa. Atëre, protesta ka kërkesa, ka dhe slogane. Sloganet nuk janë domosdoshmërisht kërkesë. Pra, Ramanburg, Berishanburg është shpreh më shumë një sentiment të rinisë apo të atyre që protestojnë, se sa një kërkesë reale. Ramanburg, Berishanburg do të thotë ne nuk duam më klasën e vjetër politike në pushtet. Dhe le të themi ajo që do ishte demonstrative që klasa e vjetër politike nuk është më në pushtet është që këta dy lider të klasës vjetër politike të jenë në burg. Dhe ata do shkojnë në burg në momentin që vërtetohet që ata kanë kryer krime. Sali Berisha ka qenë një vit në arrest shtëpie, sepse ka akuza për të, për korrupsione e tjera, dhe akuzat për Edi Ramën janë akoma më të mëdha se i ka gjysmën e ministrave i kanë burg tashmë. Dhe ministrat kanë punuar për të. Ai është një lider autoritar, kryetar i kryeqytetit. Jo vetëm ai, se ministrat mund të jenë të pavarur, por natyra e Edi Ramës është ai një lider autoritar, dhe ministrat kanë qenë le të themi vartës besnik të tij, nuk mund bënin korrupsion masiv pa dijenin e tij. Kjo e bën të implikuar. Edhe kjo shpreh sentimentin e masës që proteston për pakënaqësinë me klasën e vjetër dhe dëshirën për ta hequr atë nga jeta politike në Shqipëri. Ky slogan Ramanburg, Berishanburg. Kërkesat zyrtare të protestës janë 5. Janë e para dhe më kryesorja është dorëheqja e Ramës dhe qeverisë aktuale, gjë që është le të themi e panegociueshme si kërkesë. Për kërkesa numër 1. Kjo pastaj do sjellë edhe shfuqizimin e 2 ligjeve dhe 2 amendamenteve të 2 ligjeve tjera. Njëra nga amendamentet është ky ligji i ndryshimeve të ligjit për zonat e mbrojtura. Pastaj kemi ligjin e investitorëve strategjik, ku ligji u lejon njerëzve shumë të pasur të i vënë syrin një zonë dhe thonë dua të investoj këtu, dhe shteti i çon rrugën, i çon ujin, i bën tunelin me parat publike, dhe qytetarëve nuk u kthehet asgjë praktikisht. Praj, ligj i bërë enkas për interesat veçante. Është ligji i paketës maleve, që është i njëjti muhabet, ku ti malet i privatizon për interesa të disa investitorëve dhe u bën dhe ato infrastrukturën me lek publike. Dhe ndryshimi amendamentet e ligjit të mjedisit dhe një ligj tjetër që s'më vjen ndërmend tani. Domethënë këto janë 5 kërkesat kryesore të, domethënë zyrtare të protestës.